Fati u buzëqesh këtyre 3 shenjave të horoskopit këtë javë. 3 shenjat të horoskopit pritet të tërheqin fat të madh gjatë gjithë javës, nga data 16 deri 22 mars 2022. Një energji e re vjen në ekuinoksin pranveror të premten e 21 marsit. Kjo shënon fillimin e pranverës në hemisferën veriore dhe gjithashtu fillimin e vitit të ri astrologjik. Pasi dielli hyn në shenjën e parë të zodiakut Dash, është një moment i fuqishëm për të nisur një cikël të ri në jetën tuaj. Gjithashtu, Mërkuri ndalon lëvizjen e tij retrograd në Peshq në 20 mars. Mërkuri ishte retrograd që nga 26 shkurti, duke u shtyrë të ngadalsoni dhe të mendoni mirë përpara se të veproni. Tani që Mërkuri rikthehet në lëvizje të drejtë dhe dielli hyn në Dash, fillon një periudhë fort dhe me fat. Kjo është mundësia për të përqafuar fillime të reja dhe për ta bërë këtë vit një nga më të suksesshmit. Gaforia. Të dashur gafore, hëna e re në Peshq që lind në Mërkurën në 18 mars, është një moment shumë i mirë për të vëzhguar cilat pozicione dhe mundësi të reja po shfaqen jetën tuaj për të vepruar. Ka qenë vështirë të ndihesh sikur nuk mund të ecnit përpara, por kjo situata tashmë ndryshon. Ajo që imagjinoni dhe ku përqendroni energjinë tuaj shpirtërore është ajo që tërhiqni në jetën tuaj. Kujdesuni për mendimet tuaja dhe përgatituni të shfrytëzoni një mundësi që të mund t'ju ndihmojë të realizoni ëndrat më të mëdha. Hëna e re në Peshq sjell një fillim të ri në jetën tuaj, por nuk është e vetmi ndikim që sjell fat në ditët në vijim. Mërkuri rikthehet në lëvizje të drejtë në Peshq të premten e 20 marsit, duke ju ndihmuar të ecni përpara me qartësi dhe mençuri. Mund t'ju besoni mundësive që ju rrethojnë, sepse keni bërë përpjekjet e nevojshme për një jetë më të mirë. Luani. Ju meritoni një fillim të ri të dashur Luan. Kur dielli kalon në Dash të premten e 20 mars, fillon një periudhë fort fati dhe transformimi në jetën tuaj. Energjia e Dashit lidhet me fatin dhe bollëkun, me Neptunin dhe Saturnin gjithashtu të lidhur me këtë energji. Po punoni me një forcë të re. Dielli vepron dhe drejton veprimet që ndërmerrni, ndërsa Neptuni ndihmon shpirtin tuaj të gjejë qëllimin e vërtet. Kjo është energjia që ju ndihmon të kuptoni se në cilin drejtim duhet të ecë jeta juaj. Mos u dekurajoni nga kërkesat e Saturnit. Asnjë ëndër e madhe nuk është e lehtë për t'u arritur, por kjo nuk do të thotë se nuk ja vlen. Këtë javë përqendrohuni te gjërat që dëshironi të nisni ose të zhvilloni në jetën tuaj. Vini re mundësit që shfaqen dhe ndiqni atë që ju tërheq. Ndryshimet që bëni tani nuk janë sipërfaqësore, më në fund po zgjidhni rrugën që përputhet me atë që dëshironi vërtet. Akrepi. Jeta juaj mund të marrë një kthes shumë të fortë pozitive të dashur Akrep. Ju tashmë keni përjetuar rikthimin e Jupiterit në lëvizje të drejtë në Gafore në 10 mars. Por këtë javë do të kuptoni qartë se çfarë duhet të bëni. Tani është momenti për të vepruar, jeni të rrethuar nga mundësi, por duhet t'i kapni ato. Të dielën në 22 mars. Marsi në Peshq krijon një lidhje shumë të favorshme me Jupiterin nga Gafore, duke ju dhënë forcën dhe vendosmërinë për të ndjekur rrugën drejt realizimit të ëndrave tuaja. Kjo nuk është një periudhë për të qëndruar pasiv, është koha të tregojeni të vendosur dhe të kërkoni atë që dëshironi. Mos u mbisni kohë me dyshime apo mendime të tepërta, përkundrazi, besoni më shumë në veten tuaj dhe kur të shfaqet mundësia për të ndryshuar jetën, kapeni atë pa hezitim.